Dalja e lumit nga shtrati ka përmbytur të parat pikërisht këto 3 banesa, të cilat janë edhe më të rrezikuara për shkak të afërsisë me shtatin e lumit. E ndërkohë, gjatë gjithë natës janë evakuuar 20 familje, të cilat janë vendosur përkohësisht të afërmit e tyre. Të dhënat e raportuara nga shtabi i emergjencave bëjnë me dije se prurjet e vjosës vijojnë të jenë ende të larta. Disa banesa dhe 10 hektar tokë bujqësore gjenden në ujë. Banorët e Novoselës thonë se nuk kanë pranuar të largohen nga shtëpit, pasi kanë pasur frikën e vjedhjeve, ndërkohë që qëndrojnë në gatishmëri për të përballuar çdo situatë. Është zona më e ulët, pika më e ulët në të cilën rrezikohen, janë rreth 60-70 familje që rrezikohen. Nuk u larguam nga shtëpit për arsye se kemi edhe frikën e vjedhjeve, edhe duhet jemi gjithmonë pranë se ka dhe bakti, ka dhe si fshati është, detyrimisht të vinë dhe këto gjëra. Gjithatë kemi gjithë zgjuar. Rënim, shikoni, kontrollonim lumin njëri tjetër. Këta inxhinierët që janë kompetente kanë deklaruar që për larguar familjet. Faktikisht ne jemi brenda vizë verdhe. Nuk ka si të ashtu se është lagje komplet. Vjosa ka përmbytur edhe Selenicën, ku lumi ka vërshuar në aksin nacional që lidh të njësi vendore me Vlorën, në vendin e njohur si Bishti i Malit. Furia e vërshimit të ujit ka shembur dhe një urë në Brataj, që izoloi qindra banor.